Po, Antigoni, jo të gjithë e kanë, nuk po e thamë vetëm mendsinë, edukatën, kulturën, varet ku rriten, traditat familjare, por po e thamë jo të gjithë e kanë guximin për me ndru. Se ndonjëherë dhe vetës ja shefin dëshirat dhe ëndrat. Qysh persona që po na ndjekin edhe ndoshta që janë në karriken e Elvanës edhe që kishin dashur shumë me depërtu në ëndrat e veta, edhe me kriju kushtimisht po e thamë këtë famën për me përdor, me ndihmu tjerëve. Qa du të me lyp të vetja? Është vetëmi burg në cilin na jetojmë është ai burgu që ja krijojmë vetës. Përmes asaj çka na mendojmë, edhe na në psikoterapi bojmë gjatë atyne trajnimeve të psikoterapisë, e kemi një pjesë ku bojmë veç zhvillim, është burgu i egove, ku mësojmë studentët e psikoterapisë qysh me punu me pikrish me këto aspektet besimeve tyne që kanë kriju gjatë jetës, gjatë rritjes, gjatë mënyrës që ata janë zhvillu, edhe egoja e tyre, vetja e tyre është burgos nga këto mendime, nuk moj, nuk duhet, nuk bën, sunja dal. Kjo, pikrisht këto besime të cilat janë ngulit në pavedijen tonë, bëjnë që personi tjetë i burgosur i mendimeve të veta dhe si pasoj shuhen ëndrat, shuhen dëshirat, kur të shuhet ëndrat e nuk i ma motiv me më uqu edhe s'ki një pikë synim për të lenje të luftu. Kështu që të zhvishemi prej këtyne nuk duhet, nuk moj, nuk ja dal dot, janë vetë mendime tona se cili prej neve mundet shumë ma shumë se sa ai vetë beson. Nëse kish me sfidu vetën, kish me pa që kapacitetet e ti janë shumë fish më ndaja se sa ai na herë ka imagjinu. Kështu që mos e limitoni vetën, nuk është thjesht një fjalë motivues, po është diçka shumë e vërtetë, sepse nëse sot e pyesim Elvanën, a e ke imagjinu Elvanën sot me krejt këto, ndoshta nuk ka mujt fillimisht me besu që mundet m'ja dal, po fal asaj aftësisë për me pa, me ndrru edhe me pa veten që ka m'ja dal. Me ndru. Kjo ja ka dal. Diçka që po du me theksu është kurajo edhe guximi për me fol për problemet e shëndetit mendor, që njerëzit nuk e kanë aq shpesh, sidomos sikur rastin e Elvanës, kur keni pozicion politik, unë me të vërtetë e çmoj shumë guximin e kësaj që gjithmonë në çdo intervistë e cek që kujdeset për shëndetin mendor, edhe pikrisht është kjo ideja që kjo don përmes përvojës së saj me përçu mesazhin të tjerë, te ata që janë atje mbrapa televizionit që ndoshta hezitojnë ose kanë frikë me u kujdes për veten e vet. E duhet me të vërtetë guxim, sidomos njerëzit që janë persona publik ose që kanë pozita caktume ku mendohet që ata janë të paprekshëm, nuk preken për problemeve shëndetit mendor, nuk duhet se ata nëse tregojnë që shkojnë te psikologu ose te psikiatri kanë me u paragjyku. Kjo menoj që ka dhënë një kontribut në këtë aspekt goxha të madh që unë e vlerësoj shumë.